Punëtorët e fabrikës Jugohrom kanë dalur në protesta kundër vendimit për ndërprerjen e punës së këtij kombinati nga 31 dhjetori. Të përkrahur nga dhjetra punëtor drejtues të sindikatës së punëtorëve, kanë insistuar se kombinati në Jugohrom nuk është ndodhur si kryesor, edhe ata kanë theksuar se do të kërkojnë përgjegjësi kur do të vërtetohet e kundërta. Qëllimi i protestës ne jemi mbledh këtu për me ju dhënë ndihmë me përkraje udhëheqësisë Jugohromit, për arsye se mendojmë se ndotës Jugohromi, domethënë për ndotjen e ajrit sa i përket Tetovës, Jugohromi merr pjesë me një përqindje minimale, ose as pak. Prandaj jemi mbledh këtu me u dhënë përkraje udhëheqësisë. Kjo përkraje do të vazhdojnë edhe më tej. Sidomos do të jetë përkraje më e madhe, mbledhje më masovike e njerëzve të punësuarve, ndoshta edhe me familje, mbas 1 janarit, kur do të bëhen matje rregullta prapë, domethënë duke nisur bëhen matje në Jugohrom, bëhen matje në Tetov, e atëherë do të del realiteti se Jugohromi si gigant nuk është ndotës e ajrit, sikurse që e përshkruajnë në ato protestat e Guerilla. Atëherë kur do del realiteti, ne do të dalim me deklaratat tona, me matjet e realta, edhe protestat do të jenë më masovike. Atëherë dikush do të del dhe do të përgjigjet për atë. Po ashtu ata kanë theksuar se edhe pas mbylljes së fabrikës së Max Steel sërish Shkupi është i ndotur, prandaj e njëjta do të ndodhë edhe me Tetovën. Rast më konkret për këtë, e keni Shkupin. Shkupjanët, sa punon te Max Steel, gjithmonë kishin ankesa se ajri na ndot Max Steel. Mirë po, erdhi koha, Max Steel i vendoi filtrat. Për fat keq në këtë moment Max Steel edhe spunon. Është i fikun, spunon. Mirë po, sot lexoj në internet shoh Shkupi, qendra e Shkupit është më e ndotur se kur. E thash, kujt do t'i drejtohen shkupjanët? E njëjta gjë do të vjen për zotin Xhaferi ose Eko Guerillën, edhe ai do të mendon prej sot kujt do t'i drejtohet të ardhmen për ndotjen. Se do del në shesh kjo realiteti. Ndryshe gjatë ditës së djeshme, menaxhmenti i fabrikës Jugohrom vendosi që nga 31 dhjetori të ndërpresë punën deri në fund të muajit shkurt. Sipas informacioneve, në këtë kombinat janë të punësuar mbi 1000 punëtor. Punëtorët u shprehën se deri tek ky vendim i menaxhmentit, të cilët i përkrahin, ka ardhur si pasojë e presioneve.